shqiptar të ndershëm dhe jeni ju, si jeni sot të kësaj. Unë i kam kaluar 8 veta. Kam përjetuar mbi shpatullat e mia dhe të familjes përsekutimin komunist. Për arsye se atë ditë kur ka lidh nëna, më ka lidh përsekutuar, sepse baba im ishte në burgun e Shkodrës si burgosën politik. Dhe kjo ka vazhduar gjatë gjithë jetës tonë në këto. I kam përjetuar të gjitha ato vujtje, kam kaluar edhe kohën e vitit 86, kur unë nda këtë qumshti me një gjese, një kapshe, për frim popullësie. Por si sot, kapet gjithçka për fytit dhe të mos ketë askush liri për asnjë vetëm një grup njerëzish, për mua është gjë e padurueshme. Unë nuk dal, s'kam qenë, s'jam antare asnjë partie. Nuk dal për parti, nuk dal për asnjë vend pune, se s'po i kërkoj, por dal se mund t'i them me plot gojë plot, cili të shqiptar, që me 20.000 lekë nuk mund t'jetoj një njeri në këtë vend me këtë çmime që janë. Nuk mund t'a përballoj një jetesën, po me madhe se kjo, është tjetra që janë përgjithësuar familjet ma shumë se përgjithësuar, sepse ka nga kom syt më larguar nga ky vend. Kjo është fatkeqësia më e madhe e këtij kohit. Le për një moshën e tretë, s'ka si rëndësile desi le të shkojmë se kjo është detyrë. Po ti kur rinia të praktisin vendin, të lëshohet Shqipëria në dorën e një njeriu ose në dorën e një grupit të caktuar, është njerimi më i madh që ka për jetuar Shqipëria më herë. Dhe jam plotësisht i bindur në logjikën time se kjo kryeministri sot nuk duhet të kishte drejtarët e nullura të gjitha, në qoftë se do ishte një kryeministri për një popull të vetin, që në çdo 4 vjet i kërkon votën dhe i thot, unë jam më i miri dhe të realizoj të gjitha dëshirat e tua. Po jo të nullën drejtarët e një kryeministrie dhe duket si burg i kohës komunizmit. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të ndershëm, kudo që janë, në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, kudo jetojnë, në diasporë, të bashkohen pa parti. Nuk ka rëndësi partit për në rëndësi ka ndershmëria, vullneti dhe dëshira për të shpëtuar Shqipërinë. Një thirrje të veçantë kam dhe një vredje për ta, pavarësisht ku janë. Të gjithë pedagogët, profesorët e universiteteve të Shqipërisë, është lajka e intelektualëve të Shqipërisë ajo. Ajo sot do t'ishte në këtë shesh, do t'i printe protestë. Dhe u bëj thirrje fort atyre. Mos rrini në heshtje. Mos heshtni për një vend pune ose një rrugë që ja uet. Po merr një shembull nga profesori i nderuar dhe i vendosur dhe vend gjithçka mbi interesin e tij personal e familjar, interesin e Shqipërisë, dhe ajo është profesor doktor Lush Susaj, i cili në çdo rast, në çdo moment, ai në zonën e tij fuqishëm, gjithë secilit i bëjnë thirrje për të bashkuar, për shpëtuar vendin dhe Shqipërinë. Unë uroj ditë të mara dhe suksese në të ardhmen të një bashkim të fortë, nga gjitha forcat, të lëmë partit, s'kem punë me to, partit se pështojnë Shqipërinë, e nga trojnë, urimet më të mira.
më dërguan bëra rezonancën magnetike në një klinik private, sepse aty nuk bëj rezonancën magnetike. Unë 65.000 lekë kam pagën dhe pagova 30.000 lekë rezonancën magnetike. Zoti kryeministër, kjo është shëndetësia falas. Edhe më dhëm shpirti që erdha nga Gjirokastra këtu sot, sepse nuk e duroj dot këtë mashtrim, këto ofendim që Edi Rama na bën. Është fyerja, ai na fye neve. Zoti Rama, pse nuk del rrugëve si gjithë kryeministrat e botës? Pse si takon qytetarët pas një lloj frike, po kur vjen në Gjirokastër merr një sport të tërë me vete? Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Gjithve, unë po e nis me një urim për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen anë mban botës, paqim veç të mira në vitin 2026. Urimin e dytë e kam për policinë e shtetit. Paçi veç të mira dhe gëzime, por do t'ju jap një sugjerim. Syt i mbani andej dhe shpatullat i mbështesni këtej, sepse historia e ka treguar që plumbat kanë ardhur andej dhe jo nga populli. Dhe kjo që po ju them është fakt. Në janar të vitit 2021, në këtë shesh këtu, janë vrarë 4 protestues. Unë isha këtu, midis tyre, për të rëzuar babain e krimit që ka emrin Sali Berisha dhe për të sjellë në pushtet babain Hajdutllëkut që ka emrin Edi Rama. Por ne, të gjithë, duhet të lëmë flamujt politik të bashkohemi nga një njeri që nuk e ka parë kur derën as andej dhe as tej, po të bashkohemi dhe tu themi jo me vot dhe jo me plumba, si shta janë paraqitur ata gjithmonë. Prandaj, u bëjthirje të gjithë shatrave të plumit të Vlorës që kanë probleme me ujë, Tukat, Trajgas, Orikum, shatrat e Ramicës, të bashkohen në protesta këtu që të fitojnë të drejtat e tyre. Unë këtu nuk jam të kërkoj punë, se me punë nuk jam bajt greku dhe italiani. Unë nuk jam këtu të kërkoj të mira për vetën time, se mosha ime iku jam 42 vjeç dhe kam nis një protesta që në 96-ën. O Sali, o hajdut, para tona ku i ke fut. Jemi në 2025-ën, 26-ën dhe prap themi Edi Rama, o hajdut, para tona ku i ke fut. Unë jam këtu për sigurin e fëmijëve të mi, për të ardhmen e tyre. Nuk dua që fëmijët e mi të vidhen, të plaskiten dhe të shiten në për Evropë, ashtu si shka mërë me mua. Por dua që në këtë vend të ketë drejtësi, bashkohuni se do t'ja dalim. Faleminderit.